Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, fillimisht duke falenderuar një djalë të mrekullueshëm Tinin, i cili e bën rolin e agentit në mënyrën më të mirë të mundshme dhe më informon me të gjitha lajmet se çfarë ndodhen me Eglin dhe Gjestin. Dhe ajo që ka rënë shumë në sy është momenti që Fifi në të njëjtën kohë, ditën e sotme, ka publikuar fotografi nga xhirimet e këngës së saj. Tani, se si lidhen gjërat. Ditën e djeshme, publikoi një Reels edhe një shurc Egli Tako, ajo e cila po punonte një këngë në Kosovë. Dhe ne arritëm të kuptojmë që gjatë natës të mbrëmshme, Egli kishte kthyer në Shqipëri. Dhe sot xhirime bënte Fifi në hotelin Flower në Golem. Do me thënë xhirimet e Fifit janë bërë në hotelin Flower në Golem, aty ku Fifi ka postuar fotografi në Instagramin e saj, që është duke bërë regjistrimet të një videoklipit dhe të një këngës të re. Me patjetër që mbetet për të nënkuptuar që videoklipi i parë i Eglit mund të jetë me bashkëpunim me Fifin. Pasi që të dy artistet, të dy këngëtarët kanë zgjedhur të xhirojnë në afat kohor të përafërt dhe të njëjtë, kjo nuk kupton që Fifi dhe Egli do të sjellin një këngë bashkëpunim të dyja në të njëjtën, do të thënë një këngë të përbashkët. Unë një herë mendoja që Fifi do të sjellën këngë vetë dhe Egli do të sjellën këngë solo, por siç duket, kënga do të jetë bashkë dhe xhirimet janë bërë gjysma e klipit, mendoj unë, sepse nuk është kot sot që Efi nxjerrën fotografi dhe që xhiron sot, duke e ditur që këtë kohën e fundit kanë qëndruar Efi dhe Egli të dyja shumë bashkë, kanë ndarë shumë momente bashkë, edhe nga ditëlindja e Loredanës u larguan më një herë që të dyja, dhe këtu nënkuptohet që projekti vjen së bashku. Pikërisht nga Hotel Liçeni i Dugagjinit, nëse nuk jam gabim, dhe nga Hotel Flower në Golem, njëri në Kosovë e tjetri në Golem, do me thënë dy këngëtarët, në këtë rast Egli nga Shqipëria xhiron në Kosovë, ndërsa Fifi nga Kosova xhiron në Shqipëri. Kjo tash nuk kupton që është edhe ky fenomeni që gjatë gjithë kohës në Big Brother ka qenë temë kryesore, kjo ndarësia, është përfolur për ndarësinë, është komentuar ndarësia dhe mendoj që kënga ndoshta do të jep edhe këtë efektin e kësaj temës kaq të madhe. Por që do të vi kënga e Fifit edhe Eglit si këngë e parë e Eglit Takos pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, kjo gjë as nuk diskutohet. Tani, me shtëpinë të drejtave të autorëve dhe këngën që do të publikon Egli në kanalin e saj, konkretisht do me thënë në YouTube, është SBS, kështu e kam duket emrin ajo tani, s'më kujtohet, do ma shkruani në koment. Aty është i antarësuar dhe Luizi, është menaxheri këtyre, me sa di unë është Jetmir Agaj, është dhe Fifi, është dhe Teuta Selimi, shumica artistëve shumë të dashur shqiptar, dhe edhe Egli e ka bërë follow po këtë faqe në Instagram. Dhe në anën tjetër, Egli me njëherë komenton këtë rukëtim të Fifi, do me thënë këtë fotografi që Fifi ka nxjerrë duke shkruajtur dy zjarre, që do të kallet atmosfera, këtë e kupton. Dhe kjo e le për të kuptuar që do me thënë kënga që do të vi si këngë e parë pas përfundimit të Big Brotherit nga ana e Egli Tako do të jetë bashkëpunimi i saj me Fifin, pasi që të dy gocat xhirojnë po në të njëjtën kohë. Do të shohim se si do të merë kënga, do të shohim se si do të pritet te publiku. Jam shumë kureshtar në fakt të di tematikën, por nuk dua të largohem nga ajo që unë kam komentuar gjatë gjithë ditës së sotme. Fifi zakonisht tematikat i ka të dashurisë dhe mendoj që kënga do të jetë një tematikë dashurie. Tani ndryshe nga Gjesti ka përzgjedhur që të shkojë në mbrojtje të drejtave të tij dhe të kujdeset për
projektet e tij, për këngët e tij, për publikimin në rrjetet sociale të YouTube-it, 316 Music ishte më duket faqja që Gjesti ka nënshkruar kontratën, që menaxhon Ylli Limanin dhe disa artistë të tjerë. Domethënë nuk menaxhohen nga e njëjta kompani, menaxhohen nga dy kompani për të drejtën e autorëve të ndara. Gjesti, siç duket, do të sjellën këngën e tij të parë solo, edhe pse në fakt nuk është përfolur nga ana e Gjestit dhe nuk është publikuar asnjë reels përpos një fotografie që është nxjerrë në rrjetet sociale ku Gjesti ka patur sa ruza fëmijësh në kokë, domethënë është kjo fotografia që është bërë goxha virale nëpër të gjitha rrjetet sociale, ndërsa nga ana tjetër Egli ka bërë natën e mbrëmshme një paralajmërim që lidhet me këtë të sonte të Fifit, e cila ka bërë paralajmërimin në Instagramin e saj, që diçka e bukur po vjen, domethënë një super kombinim, një punë me shumë intensitet të lartë, me shumë lodhje, vajzat kanë udhëtuar, Fifi 2 net më parë ka nxjerrë një fotografi në Instagramin e saj në orën 4:58 të mëngjesit, ndërsa Egli me shumë intensitet ditën e djeshme pothuajse ka xhiruar gjatë gjithë ditës në hotelin Liçeni i Dukaqinit, ndërsa sot Fifi xhiron në Hotel Flower në Golem të Durrësit. Domethënë janë të lidhura situatat, por siç duket të dy këngët, besoj unë, edhe i Gjestit edhe Eglit do të vinë në të njëjtën kohë, edhe pse nga ajo që shoh, kënga e Eglit mund të jetë më shpejt me afatin kohor se sa kënga e Gjestit. Egli duke që është shumë e lumtur, duke që është shumë e gëzuar që ka një projekt me Fifin, duke ditur dhe backgroundin dhe bagazhin e Fifit si këngëtare, që është një këngëtare me super hite dhe me këngë shumë të klikuara. Besoj që edhe këtë herë nuk është një përzgjedhje e gabuar. Fifi ka qenë detajiste në përzgjedhjen se me kë ka bërë videoklip dhe me kë ka dashur të bëj bashkëpunimin, po do të shohim se si do të pritet ky moment, do të shohim se si do të vi ky moment, dhe mezi pres të shoh këngën, sepse të paktën nga reelsi i Eglit dhe nga fotot e Fifit që ne shikojmë duket që do të jetë një super këngë që diskotekat këtë verë do të pushtohen nga kënga e Fifit edhe Eglit. Besoj që Egli do t'i ketë këto dy kombinime, një këngë me Gjestin dhe një këngë me Fifin, dy këngët e saj që do të mbajnë imazhin e Fifit në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe do të jetë Fifi goca më e klikuar dhe Egli më e klikuar dhe më e dashur. Unë e pres me shumë dashuri, ishte ky lajmi që unë doja të ndaj me ju dhe dua të marr mendimin tuaj.